A e dini se so gëzohet shkallin sot që ata vllazni që janë të ndeshmi i dënuar, e ka për fat keq edhe shqiptarët të gëzohen. Bëmi vllazë nderuar argat të armikut tonë shekullor. Mos bëmi argat të shkavit, nuk bëmi shku me ngjyra politike këtu vllazë. Si strukturë, si organizam, si ushtri e UÇK-s, nuk gëzojnë na me ishtin pes këtë njerëzit me nivel. Mos bëmi vllazë nderuar argat të armikut tonë shekullor. Mos bëmi argat të shkavit, të e shohna një tjetrin për shkak gabimit njënës ose dyve. A e dini se so gëzohet shkallin sot që ata vllazni që janë të ndeshmi i dënuar, e ka për fat keq edhe shqiptarët të gëzohen. Nuk bën me shku me ngjyra politike këtu vllazë. Që çdo shqiptar që ka gabuar Allahu ta fal, e ta drejton e ta fen. Mirë, po çdo shqiptar që armiku gëzohet që po dënohet, inshallah kur nuk dënohet ai. Edhe pse kena mos pajtimin ndoshta me to. Edhe pse kena mos pajtimin to, e bëj aty që ndoshta kena mos pajtimin, pajtohemi në ide, në forma, në mënyra të ndryshme, janë çata vllaznitë donë që të gjykojnë hop, e shkallin po gëzohet, kur për i njën atë lojnë që ta pa më gjykuar qështu e qështu. Mirë po, për fat keq, ndoshta pinin e ju, edhe unë pini, se edhe do shqiptarët tonë të gëzohen se për shkak dënimit politik me ta. E kjo është e keqe. Kjo është e keqe, kjo është me mohuat mirën që dikush e ka bënë ndaj neve. Ne dënohet për të keqen edhe për të mirën të mos shpëlir. Vesh një hadith pejgamberit alayhis salam me to për përfundoj. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Çaj që merr pjesë në luftë, çaj që merr pjesë në luftë, për me mbrojt vendin në Medina. Vesh pluhni shka e ka rrugë i luftës. Ka me qenë mburoj për i zjarëmit të xhenemit. Ka me qenë mburoj për i zjarëmit të xhenemit.